Gustivari ka disa emra me të cilët mbure që janë bijtë e tij, e në botën e mjekësisë, ku çdo vendim mund të jetë çështje jete a vdekje, spikat një emër që përfaqëson profesionalizmin, përkushtimin dhe humanizmin bashk. Është Nexhati Jakupi, një doktor i jashtëzakonshëm dhe modeli një kirurgu të madh në Maqedoni, apo më saktë, më i miri në vendin tonë. Ai ka ndërtuar një karrierë të begatë që përfshin 3 dekada përvojë, duke u bërë dritë shprehëse në fund të tunelit për shumë pacientë që janë sfiduar në shëndet me sëmundje të rënda. Por bisedën me të e nisim nga e para. Ekziston bindja se mjekët e mëdhenj lindin për të qenë të tillë, dhe këtë e beson edhe vet Jakupi. Kur rikthen në memorie copëza jete nga fëmijëria, kujton dëshirën e identifikimit me mantel të bardhë, i cili tashmë i është bërë si një lëkurë e dytë në jetën e tij. Po unë mendoj se gëzim me profesionin njeriu në një farë forme determinohet prej lindjes. Hajtë mos themi prej lindjes, po prej kur fillon hapat e para të jetës. Bukvarisht kur fillon të ecë, kur fillon të flase. Edhe unë në një farë forme nuk mbaj mend, por gjithmonë kam menduar dhe kam dëshiruar që të bëhem mjek, fillimisht. Të zgjedhësh profesionin e mjekut edhe ta ushtrosh në mënyrë fill, duhet të jesh 24 orë në shërbim të sëmundjes apo të shëndetësisë. Se këto janë dy anët e medaljes, dhe unë e kam bë edhe e bëj me pasionin e 25 vite kështu si mjek i diplomuar, por edhe gjatë studimeve, faktikisht janë mbi afër 3 dekada, cilën faktikisht aktivisht e ushtroj këtë profesion, dhe shpresoj ajo që është më e rëndësishme, se mjekët nuk pensionohen. Do është formalisht, juridikisht pensionim, por punën e vete, profesionin e vet, mendimin e vet, këshillën e vet japin derisa e kanë frymën, derisa do të dorëzojnë frymën e fundit. Faktikisht mantel bardhë nuk lindesh, ndoshta bukfalisht, por prea ditë kur e veshën mantelin e bardhë, faktikisht deri në frymarrjen e fundit, je në shërbim të atij manteli, i cili është i bardhë, jo rastisht edhe ashtu duhet të jesë. Siç është manteli, ashtu duhet edhe zemra, është faktikisht e mjekut, e punëtorit shëndetësor. Edhe këto janë dy gjëra të cilat njëra me tjetrën janë faktikisht bëhet lëkura e dytë e jona. Ai njihet për operacionet më të vështira që i kryen tek pacientët e që prekin kryesisht organet vitale. Ato ndërhyrje që shpesh duken të pashpresa, shumë sfiduese, por që për çudinë e shumë kujt, pacienti i rikthehet normalitetit, e për vet Jakupin evidentohet edhe një rast më shumë në dosjen e gjatë të sukseseve të tij. Unë kam fatin që të bëj ndërhyrjet më të mëdha, më të rënda, që ekzistojnë në mjekësi, në shëndetësi, në kirurgji, krahas e intervenimeve më të vogla, më të shkurta, më të lehta, që nuk ka për pacientin, nuk ka intervenim i vogël, e i madh, i lehtë, e i ndërlikuar. Unë jam kirurg i përgjithshëm dhe kirurg torakal. Kirurgjia e përgjithshme është një set pak më i gjerë, ndërsa kirurgjia torakale ne këtu e punojmë patologjinë e gjirit të femrët, të gra, por edhe të burrat. Shumë e njohur te popullata kanceri shumë i shpeshtë i gjirit, dhe ashtu punojmë gjendën tiroide, dhe ajo për operacionet e rënda, siç u thash, janë kryesisht zgavrës krahërorit. Ka fazi krahërorit, këtu janë mushkrit e bardha, këtu janë brit, këtu është ezofagu apo kapërcelli, është trahea, dhe kjo janë organe vitale, për të cilën mund të jetojë, si frymarrja është funksioni më vital. Zemra, arteriet, të cilat e ushqejnë këto organe, dhe këto janë operacionet më të komplikuara, me si operacion, si ndërlikim, por edhe me komplikime të tjera dhe me pasoja të invalidizimit të pacientit, por edhe me pasoja fatale. Që t'ju sqaroj se sa komplekse është kjo patologji dhe këto operacione, faktikisht pacientit e binin ashtu fast gjatë operacionit që me një rënën të mos merr frymë, vetëm me një rënën cilët duhet të operohet, apo ajo që nuk operohet. Mandej bëhet transpozicion i rrugëve të frymarrjes. Ja largoni njërën pjesë mushkrive përjetësisht, ose komplet një anë të mushkrisë.
dhe pacienti jeton tanë jetën. Mandej të operacionet e ezofagut bëhet mënjanimi i një pjese, mandej anastomoza apo ngjitja e lukthit që të mundet të ushqej dhe të jetojë pacienti. Domethënë këto janë disa nga. Gjithashtu janë traumat, edhe lëndimet, aksidente të ndryshme, incidente të armatosura ose me armë tjera sulme kështu me radhë, të cilat janë urgjente, emergjente, të cilat shkojnë me gjakderdhje masive, me lëndime masive, të cilat janë jashtëzakonisht operacione intervenime sfiduese. Dhe nëse duhet të heq një paralele mes fillimeve të tij në profesion dhe sot, evidenton shqetësimet e kancerit të gjerit, i cili para më shumë se 30 viteve ka qenë i pranishëm me 100 raste në vit në tërë rajonin, ndërsa sot me 1500 raste vetëm në Maqedoninë e Veriut. Ndërsa kanceri i mushkërive që dikur ka qenë 0 i pranishëm tek gratë, sot është i barabartë mes dy gjinive, dhe kjo, thot mjeku, shkaku i duhan pirjes. Sa për ilustrim, shpesh ne e thumë në për kështu paraqitje profesionale për këtë çështje, vitin 1987, i cili nuk është shumë larg, 36 vite, edhe pak do vëhet 40 vite, në pjesën e Maqedonisë sotme edhe Kosova, edhe një pjesë e Serbisë Jugore në ish federatën, ka pas gjithsejt 100 raste kancer të gjirit. Në vitin 87. Tani, në vitin 2025, vetëm në Maqedoni ka 1500 prafërsisht. Da thanë, i tërë rajoni ka patur 100, tash mas 20 vite, 35 viteve, është 10 fishu, vetëm në Maqedoni. Dhe kjo flet shumë për vete. Gjithashtu kanceri i mushkërive është në rritje frapante. Ajo që është shqetësuese, rritja e kancerit të mushkërive te gratë, e cila para 30 viteve ka qenë 0 te gratë. Dhe me që shaktari kryesor është duhanpirja, mendohet se këto 30 vite gratë përdorin për e keq përdorin duhani, si që edhe meshkujt, dhe faktikisht tani është barazu. Sa janë burra, atë që edhe gra të goditur nga kjo sëmundje e rëndë, si për pacientin, për shëndetësin, për shëndetin, për kirurgjin, onkologjin, e kështu me radhë. Na e thanë, në këto 30 vite kemi bët çmos që të dëmtojmë shëndetin tonë me gjitha mundësit. Unë kryesisht e lidhi përveç duhanit mënyra e të ushqyerit, të kanceri i gjirit, ajo është prezenca e hormoneve në për ushqime, bojrat, llaqet, e kështu me radhë të cilët i konsumojmë nëpërmjet ushqimit, normalisht edhe radiacioni, ajri i ndotur, gjithë to janë një palet kështu e cila kontribon në këtë numër të kështu shqetësues të sëmundjeve, prezencës, rritjes së sëmundjeve kancerogjene. Ai nuk mban mend ndoshta çdo operacion që ka bërë, sepse numri i tyre është shumë i madh, por në karrierën e tij veçon një operacion për nga kozgjatja dhe rezultatin e arritur në një situatë ndoshta edhe të pashpresë. Unë dua të veçoj rast cilin e kemi, domethënë, rast i komplikuar, edhe me kozgjatje më të madhe. Jo për shkak të eksperiencës, por për shkak të komplicitetit të rastit, edhe ajo ka zgjatur operacionin diku në 9 orë. Ajo është pacient që ka konsumu aksidentalisht acid dhe një lloj acidi. Faktikisht ka dëmtimin djegjen e ezofagut, të lukthit. Pacienti ka qenë në situatë jashtëzakonisht të rëndë, edhe është dashur që të bëhet një rekonstruim komplet, edhe në pjesën e krahërorit, edhe në pjesën e abdomenit. Do të thënë 9 orë, për ora 6 deri në ora 9 mëngjes deri në ora 6 pasdite, edhe pacienti jeton. Kjo ka qenë para pothuajse 12 viteve, pacienti është fatmirësisht gjallë. Edhe kjo është kështu si një kulm i asaj punës, përvojës, i përkushtimit.
Ditë më të rënda, thot Jakupi, janë ato kur ndodhin fatkeqësi të përmasave më të mëdhaja, e si më të rënd në karrierën e tij veçon tragjedinë e Laskarcës, kur është dashur brenda ditës të bëhen më shumë intervenime e disa prej tyre në trupat e atyre që i njihte. Janë kryesisht në aksidente masive dhe unë për fat keq do ta përmendi rastin e autobusit nga Gostivari, pacientët i cili ndodhi në Laskarc para disa viteve dhe ajo për mua ka qenë përjetim edhe profesional por edhe emocional për shkak se shumicën e të lënduarve i kemi pas bashkëqytetar, kemi njoftur një pjesë të tyre dhe është dashur të organizohet, të bëhet intervenime në ditën kritike, por në ditët me radh një numër i madh i intervenimeve në të njëjtën kohë organizim dhe nuk e mos ndërhyr në detaje, është ky një moment që faktikisht ne mbetet në mbresën në kujtim e çdo mjeku, çdo punëtori këtu të cilët kanë qenë në ditën kritike, a veçanërisht për mua është një ditë, një datë e kopshme, e zezë, por edhe në cilën ne kemi tregu kapacitetet tona organizative dhe edhe si mjek, edhe si organizim. Përkushtimi i tij ndaj përmirësimit të sistemit shëndetësor ka qenë i dukshëm gjatë gjithë karrierës së tij profesionale, ndërsa sfidat të mëdha në kohën që mjekësia në vendet e zhvilluara po ecë me hapa gjigante. Sistemi i sotëm kërkon një edukim të vazhdueshëm. Thanë për dallim prej 20 apo 30 viteve ku ka qenë pak ma komod, tani teknologjia, teknika, përvoja, dituria ka bë ecën shëndetësia, mjekësia, veçanërisht kirurgjia ecën me hapa jashtëzakonisht gjigante. Ne jemi shumë shtet i vogël. Numri i pacientëve është ky që është. Kushtet financiare janë këta që janë. Dhe në gjithë këtë ne duhet përsëri të përcjellim trendet botërore për shkak se ne pacientëve tanë duam të japim shërbimin ajo që merret, unë them shpesh, ajo që merret në Washington, edhe në Tokyo ne duhet t'ja mundsojmë pacientit tonë. Por jo çdo herë secilit pacient mundet të jepet në kushtet tona. Normalisht ekziston ekspertiza ndërkombëtare, ekspertizë nga vendet me numër shumë të madh pacientësh. Banor është njëre, prej aty buron mandej edhe përvoj. Por unë mendoj se në këto 10 vite të fundit kemi arrit që të kapim trendin e përsosjes e arritjes edhe në organizim, edhe në trajtim, edhe në aspekt shkencor, edhe pse jemi, përsi të them, edhe vendi vogël, edhe si rajon, qashtu pak i veçantë, por kryesisht në raport me rajonin ne kemi mbajtur, por edhe që është për të veçuar edhe kemi rrit nivelin e kvalitetit të shërbimeve, implementimi i operacioneve të reja, i pajisjeve të reja, faktikisht ne e mbajmë trendet bashkohore, normalisht në bashkëpunim me mjek botëror, me kolegë, cilët në mënyrë, si thënë kështu, miqësore, kolegiale në kanë mbështetur dhe na mbështesin. Mundësitë teknologjike japin që në kohë reale të mund të konsultojmë, të këshillojmë edhe video të ndajmë përvojat, që mund të japim pacientëve kujdesin më të mirë të mundshëm. Ndonse dekada kanë kaluar, stresi para çdo operacioni ekziston, por lidhja që krijohet me pacientin para çdo intervenimi është rituali më i rëndësishëm që shpesh definon edhe mbarvajtjen e tij. Shikoj, ajo që është veçantë se secili pacient është rast në vetë. Rituali kryesor është të bëhet një sinergji me pacientin. Po e arritet të bësh atë, që në pranim dhe që në mëngjesin e operacionit, gjatë procesit të futjes në anestezion, faktikisht ky është një ritual i veçantë individualisht për secilin pacient, për secilin rast, analiza se si do të zhvillohet gjendja e përgjithshme e pacientit,
operacioni që duhet të realizohet, është një ritual, një set ritualesh faktikisht. E ndjenja e të shpëtuarit jetë mbetet e jashtëzakonshme dhe përjetohet tek çdo rast individualisht. Ndërkaq, ajo që mjeku preferon t'ia thotë çdo pacienti është se nuk është shëruar vetëm ai që nuk ka dashur të shërohet. Ajo është e jashtëzakonshme. Ne parafërsisht mund të parashikojmë. Normalisht ne nuk caktojmë, është i madhi Zot që cakton ditën e ardhjes edhe largimit nga kjo botë, por kënaqësia është kur pacienti shumë në gjendje të rëndë, kur keni dhënë maksimumin e juaj edhe del nga klinika në gjendje të kënaqshme, të mirë, normal, shëndeti duhet më ndej deri në rikuperim e tërë e më vonë, por kënaqësia është për shembull kur pacient që është larguar nga spitali në gjendje të vështirë, pa shpresa, dhe mbas një kohe paraqitet se faktikisht është rikuperuar, ka marrë veten, dhe kjo është një përjetim që nuk mund të përshkruhet. Unë pacientëve të mi shpesh u them, nuk është shëruar vetëm ai pacient që nuk dëshiron të shërohet. Për shkak se edhe detyria, njohuritë e tona, edhe terapit moderne, veçanërisht pacientët me sëmundje maligne, me kancer, terapit onkologjike japin rezultate jashtëzakonshme. Edhe pacientët ne patjetër t'i bindim, të insistojmë bile. Unë insistoj që pacienti të bëjë komplet trajtimin, e jo të mos edhe në raste ku duket pa shpresë, për shkak se tash edhe mjekësia, shëndetësia, kirurgjia edhe onkologjia bëhen çuditëra, ne i shohim ato çdo ditë, që nuk ka qenë para disa viteve. Me zhvillimin e programeve të reja, e teknologjisë, inteligjencës artificiale, faktikisht është arritur deri në shërueshmëri edhe sëmundjet më të rënda kancerogjene. Dhe kur fuqit shterojnë duke numëruar sukseset profesionale, Doktor Nexhati Jakupi ka një peng, e që ka të bëj me kohën që e kalon larg familjes dhe fëmijëve. Por ai gjen rastin për t'i falenderuar ata publikisht, sepse pa përkrahjen e tyre ndoshta edhe nuk do t'ja kishte dalë. Po në fillimet ne faktikisht kemi kaluar këtu me ditë natë të tëra, me java të tëra, faktikisht pa mos mundur të kthehemi në shtëpi, ose edhe kur jemi kthyer në shtëpi të lodhur, raskapitur, nuk kemi pas mundësi të përkushtohemi. Unë ashtu e kam punën që kam fëmijë, kam pak më të rritur dhe kam pak më të vegjël. Këtyre tash u përkushtojmë në një farë forme, ka shkak kohës, hapësirës, më shumë. Edhe atyre të fëmijëve të parë, u kam pak si hatri. Babi nuk e qenë i kujdesshëm, i përkushtuar me ne kur kemi qenë më të vegjël. Kjo është kosto e këtij profesioni. Unë fatmirësisht jam me shoqë, prindët edhe fëmijët kanë mirë kuptim për këtë punë që e bëj unë. Janë të ashtu për shkak se ato në një farë forme, shoqëria, qyteti, familjarët, telefonatat, mediumet, janë të vetëdijshëm për punën që bëj. Besoj se janë krenar, si thënë, e ndajnë me mua, dhe normalisht unë mundem të jem një farë motivim i tyre, të jem një udhërrëfysi, por ato vetë do ta përcjellin, ato të merren për shkak vetëm për këtij momenti të qenit gjatë kohë me familjet, ndarjes kohë, veçanërisht në atë moshë ku fëmijët kanë nevojë. Dhe unë mendoj, po megjithatë ja ka vlen, se ky është tek i fundi profesionin që është ai që e dua. Përveç përkushtimit të tij profesional, Doktor Jakupi është i njohur edhe për qasjen e tij humane ndaj pacientëve. E dobësi pak më të madhe ka gostivarin me rrethin, sepse ndaj tyre ndjehet borxhli për t'i ndihmuar. Unë jam në qendrën klinike Nën Teresa. Mbi 70% të rasteve në Maqedoni, në shtet, trajtohen në këtë qendër klinike. Faktikisht, me mund ta merrni në mend, 70% rasteve të gostivarit pacientët trajtohen këtu, edhe ne njihemi edhe qyteti që ashtu është, edhe familjarisht, miqësisht, edhe si pacient,
edhe unë mundohem maksimalisht të jem në disponime, jo vetëm të konsiderare, po edhe nga qytetet tjera, që është koha dhe angazhimet tjera na kanë bë ato kontaktet, por unë ndjej kënaqësi, shiko. Edhe unë nuk ri rahat në qoftë se dikush më ka thirrë në telefon, veçanërisht nëse është i Gostivale, unë kam qenë në operacion, mas operacionit patjetër të kthehem, ta kërkoj t'i shkruaj, shoh se çfarë halli ka, edhin. Se megjithatë ne kemi çështu si jemi, organizimi i spitalit është i qendrës klinike, në një farë forme duhet një farë komunikimi edhe njerëzor personal. Njerëzit vinë me termine, me kështu, mirë po, ne edhe unë dua të më thirrin, kujt mundem të ndihmoj, të interesojmë të jap një këshill, pse jo. Doktor Nexhati Jakupin e gjejmë shumë aktiv edhe në politik. Ai ka qenë në pozicionin nga më të ndryshmet dhe tek çdo njëri prej tyre i suksesshëm si në profesionin e tij. Thotë se synimi i tij ka qenë gjithnjë, që politikën ta vendos në shërbim të shëndetësisë dhe jo anasjelltas. Faktikisht me politik është organizim. Është një organizim i mirëfillt. Veçanërisht subjektet të cilën unë jam antar edhe militoj, po 20 e sa vite është një nga organizatat më të organizume edhe më të që ka dhënë rezultate. Faktikisht edhe shëndetësia është pjesë e një organizimi mirëfill politik. Edhe një nga arsye pse jam marrë dhe merrem është për të vënë politikën në shërbim të shëndetit, ajo pacientët në shërbim të politikës. Dhe unë këtë punë se kam bërë asnjëherë, edhe ajo dihet publikisht. Edhe besoj se kemi arritur rezultate të dukshme. Vetë pjesëmarrja jonë këtu në qendrën klinike, po edhe në shumë spitale tjera të Shkupit, është në saje të kontributit edhe të politikës. Zhvillimi, trajtimi, investime, këtë që më është pjesë e politikës shëndetësore, të them një herë, por edhe politikës edhe ditore, por edhe ajo që është shtetërore. Se kujt do t'ja besojmë shëndetin nesër është brenga më e madhe që i mundon sot njerëzit. E një përgjigje shumë shpresdhënëse jep doktor Jakupi në këtë drejtim. Puna vinë studentë shumë të përkushtuar që na garantojnë se nesër gjenerata shumë të përgatitura do të veshin mantelin e bardhë me dinjitet. Ka një fenomen në viteve të fundit që mjekësi studiojnë, unë them ashtu, fëmijë, të cilat me të vërtetë duan dhe me të vërtetë janë të përkushtuar. Shumica e studentëve marrin nota maksimale për shkak se janë jashtëzakonisht përkushtuar. Normal, qasja në literaturë, në informata është shumë më e madhe. Interneti, online, mësimi në mënyrë elektronik. Edhe kjo është një shpresë që më gëzon jashtëzakonisht. Na vinë studentë edhe specializantë jashtëzakonisht përgatitur teoretikisht. Ato që janë të përgatitur teoretikisht është një bazë e mirë, një brumë e mirë që për ati mund bëhet nesër një specialist i mirëfillt. Tani ai momenti tjetër është se një pjesë largohet jashtë vendit, por ajo është një çështje tjetër. Megjithatë, të gjithë atyre që duan medicinën, ju sugjeroj që të merren me të. Degët specializimet janë shumë gjëra, subspecializime, faktikisht nuk do të them vetëm me kirurgji të merresh, por ka lloj dedikimet të cilat njeriu mandej e shef individualisht se sa i përgjigjet këtë. Dëshira për zbuluar sa më shumë për doktor Nexhati Jakupin është gjithnjë e madhe, por në momentin që telefoni i tij bie për një urgjencë, çdo bisedë mbyllet me shumë respekt dhe ai vazhdon aty ku e ka edhe shkëlqimin më të madh, në krye të detyrës.